Përshëndetje YouTube-i. Përshëndetje. Mirë se erdhët një vlog të ri. Ky vlogu i sotëm do nisi çik ndryshe se jemi të dyja dhe për herë të fundit këtu jemi ul para një 3-4 muaj, jo më shumë, ke qenë një 7 muaj është atë. Para 4 muajsh, po. Vetëm si jemi një ndryshim, nuk është më baby dhe babu, po baby është aty të bon nani. Po. Dhe tashi, duke qenë se ne janë mbledh shumë këto 2 ditë e fundit, shumë blerje, na kanë ardhur disa dhurata, disa pako. Tha, me që si kemi hap nga dje, po ja u tregojmë. Çka ka? Kam harru ato të Temus dhe të fustani. Ku i ke? I kam harru, i kam atje për baba, po vërtoj. Vetëm të i papa vërtoj unë që bëj marr. Me vërtet ka kalu Lehonia edhe Shtazania, po Kamila akoma kujdes për mu çuditërisht, nuk e di se sa do zjasi. Është fundit? Kështu ka çu kam kalu 40 ditë që thotë as ka vota shi. Sa bëj që kam kalu 40 ditë? Me 29, 4 ditë? Data sot 2? 4 ditë. 3 ditë. Edhe vazhdo kujdes me kimi. Sa ka qenë? Fizora apo. Edhe pse janë bërë shumë pako. Se nga që ka qenë Bajrami dhe nuk kam punu postat dhe na erdhën mram masdite, domethënë që masdite, edhe sot në gjesë. Erdhën pakove. E për ju ka mungu, se i hile dhe në qepë për ato komente të Kamila, edhe faleminderit shumë për gjithë urimet, edhe më kështë marrë medalje, që ditërisht. Se kur i thoja unë sajt e hapim vlogun bashkë, se dikur ideja ka qenë që të hapim bashkë vlogun, nuk donte kjo. Tashi i kam marrë me dalë këtu. Se ti kur unë isha një njeri shumë i hallakatur, tashi jam vënë gos për shtëpi. Tani, do kishte akoma më shumë pako se ç'do ju tregojmë këtu, se mua më kanë ardhur shumë dhurata për çunin nga njerëzit e mi, nga gjyshrit e Odit, i solli mami dhe babi nga Gjermania, rroba e lodra e Jona, i solli dhe vjeri dhe vjera nga Italia që ishin tani, edhe një kushira burrit i solli, po unë i kam gjitha në shtëpi dhe i kam hap. I kam idenë në lindi djene që po vishin gjithë pakut një nga një bam. Sa vishin karburanti, vishin punëtorët. Ndërsa sot ne erdhi një pako nga shoku jon i ngushtë, i familjes, që na sollën edhe për çunin edhe për gocën dhurata dhe Por thuja. Ishte shkryme pako. Sa i solli nga Belgjika? Po. Pakoja u nis eri nga Belgjika, domethënë. Ishte kjo pakoja, kjo qesja kështu, të thotë çfarë? Kjo qesja e mbylli me gjitha, dhe këtu është një pako e madhe, një kuti e madhe, me lloj gjona shmen. Dhe ai miku jon e kishte nis nga Belgjika për këtu. Nuk e di se me DHL, me ça, nuk e di, me thënë drejtën. Dhe pakoja ishte hap. Nisi se e hap një edhe për kontrollë, po ishte hap dhe ishte zgjedh. Ishte hap dhe ishin lëviz goxha gjona, për shembull, ai kishte nis një pako me Spider-Manin dhe kishte pas mëna robot. Duke ditë që çuni ka shumë qesa Spider-Mani, ai kishte blerë, kishte sjell. Tani ato pakon e kishin hap, kishin marr lodrën, e kishin lanë pakon bosh. Dhe u dukte që kishin lëviz goxha gjona, po kur folëm me atë mikun ton tha vetëm Spider-Manin kanë marr. Kështu që kjo gjë nuk është normale, se nuk është se po e vrasim menjën për Spider-Manin. Është dhuratë fëmijë e para. Më ndodhi herë dhe me kushëri që i sollën orën kutin bosh edhe orën e kishin marrë nga Amerika. Orë super e shtrenjtë, kutin kishin sjellë, orën e kishin marrë. S'ka kërkon atë drejtën, ë? Po. Se do merresh, do bajatesh aq shumë sa thotë, di çfarë le fare. Le fare. Kjo gjë nuk është normale, po këto budalliqe vetëm venin ton nollin. Se jam e sigurt që kur pakoja ka në Shqipëri është lëviz. Po. Se jashtë jetës s'para bën kështu gjona, po duhet më pas kujdes. Për mendimin tim, më mirë mos me pru fare gjona të shtrenjta. Shumë sigurt me këto me fugona, si këto kanë nis për shembull që nis me fugona. Njeh një filan fistek, e nis me ato. Aty ke një njeri fizik që mund të shkosh. Ke posta ku do shkosh ti? Ku do ankosh? Dhe kjo gjona ka mërzit pak, se kemi gjuar shumë raste, një shoqes time i kishin marrë gjithë parfumat, 2-3 parfuma
shumë të mirë, i kishin marrë kremrat e trupit super të shtrenjtë, do të thonë gjonat edhe thjesht e kishin lanë, gjonat që i interesojnë i marrin. Si duket ky zotëriu çka ka qenë që ka hap këto? Ka pas çun, jo gocë, do ishte fek edhe këto gocë. ka pas çun dhe ka marrë Spidermanin. Mu pëlqen shumë në fillim, se ne e hapëm Pako normal. Po, e pam. E hoqëm te fashetën e bukur, po si fikik sa bukur nis Pako. Me Odin. goshësh edhe çunit. Ne dhe Odin. Edhe ta nxjerrim vetë është pak e madhe, edhe s'bëm të zhum se është gosha e gjumë. Pakoja është kjo dhe duket që pakoja është goxha e përdorme e shkryme, se e kanë shkry e kanë bo ato tani. Po, e thonë që pakën sa kanë lëviz gjonat e gocës. Ja ku është kutia bosh. Ja, shikojnë tash se kutinë na e kanë lanë, kjo ishte kutia, dhe mren kishte pas këto të tre Robota. Spidermani me shokët e Bateria, vet, dhe e forta është që çuni këto kohë të fundit po e shef shumë këtë serialin. Spidermani me miqtë e tij dhe pakoja është bosh, nuk ka asnjë gjë mren. Po nejse, ne do përdorim pakun tash, ç'a të bëjmë? Dhe Alia ty ke dhoma vet. Bukuri. Ishte edhe kjo për çunin. Tash ne s'po kuptojmë ç'a është kjo. Duket që është shumë gjë e bukur, shumë gjë e veçantë, po se ç'a është efekti i kësaj unë nuk e di. Ka një pako me Loje, Lori do jetë, po. Një pako me letra që Lori. Lori? Që Odi vdes për Odi ti thu Lori për me vdes. Sa motos Lori që është femër. se ere nga tregte i them Lori. Nuk e di domethënë. Fije. Këtë muhabet këti gjimo me fijet. Me këtë e lash, videon e fundit, me këtë fije dhe me këtë nisa. Edhe kjo pako kishte edhe këto si vezë, si zog, si derkuc, nuk e di çfarë janë këto. Këto janë druri, janë shumë të bukura, po si është loja unë se kuptoj. Thjesht është një farë loje. Do ta bukurojmë. Dhe duken që janë loja tamam, nuk janë kot. Po si tregoj to. Tani tregojmë çik gocës që ishin një mrekulli dhe u thoshë gjys na i kanë lujt këto. Shihni pak ç'është është kjo. Aman moj, aman. Si mund të jetë një veshje kaq e vogël dhe kaq e bukur, nuk e di. Dhe sa shije ka ai, është nuk e di Po, janë Ralph Lauren. Edhe ke veshjet e veta, ja, ka edhe Dexka. Normale se s'do i dali gocës. Panolina dhe amule Panolina. jemi Është një mrekulli, nuk duket aty se sa e bukur është. janë edhe këto. I ka kombinuar me Këto do t'ja hapim të Hapim datë, shumë që ka shumë me ngjitse. ta Është një parfum tu, po këtë do të për vllai. Te kam hapur vllajin, sa ai është shoku i ngushtë me vllajin. Ta hapim dhe kutinë. Kam la po, këto për sa janë? Dhe shohim tash për sa janë. Ja, dhe këto me të njëjtën firmë, nuk e di. Ti hashmi, ti hash. Nga poshtë mi amanën. Ti hashmi. Aq të bukura janë. Domethënë kombinojnë, është set. Po, Kombinojnë perfekt me edhe gosha këto kisme do të vish blerjen e mamit se na ran. ta shoh mirë çfarë numri janë këto, nuk. Për 25 vjetorin e mamit. Këto janë numri ndoshta dhe për dëmosh nuk e di, nuk po e kuptoj. Nice. Shikoni sa bukur është kutia. Për mendimin tim kes këtë kutinë ruje. Është kuti e bukur. Që kemi dhe atletet që u morën për Odin, i sollën të vogla dhe i kishin marrë dhe rozë, babi gjyshit. Babi. Edhe ishin taks për gocën ato. Po. Këtu kam edhe një dhuratë të vogël që më solli halla, që erdhi nga Amerika. Dhe Po. këtu shumë bukur. Shumë bukur. Shef mos kam bluzën e hallës. Sa Që i solli çunit. Hapte. Shifni edhe këto. Përshi ngjyra është pak a shumë si ajo që ka Sekivi. Ka dhe këtë Tomi këtu me Ka shifre. Tomi këtu. Janë Tomi, nuk janë do si do. Nuk janë do si me do. mamin Edhe këto është super Vetëm se bukur. unë s'para kam Tomi Rose, kam blu këto se Tomi ka bërë ngjyrë dhe këto. Tomi ja solli edhe bluzën çunit, i solli halla, një bluzë fantastike dhe e shihni ju. Dhe e shihni patjetër. Ishte e zezë, shkonte Tomi Hilfiger këtu dhe çunit i rinte kështu perfekt fare si kishte qef për çunit. Ishte e kështu faktikisht që më qevulla. Po e kishe pak thjesht. Okej. Kur ishte Bajrami, se ne kemi një adet që na ka injektu mami këtë gjë. Që ka qenë mami e vogël. E vogël, gjithmonë na thoshte që madje unë këtë gjë kam kuptu tamam kur bona vet mam, se mami tha kur është Bajram, ditën e Bajramit, është shumë mirë me i ble njerëzve tu dashur, me i ble
në një dhuratë, e mira fare thash fëmijëve. Pa. Se mami dhe babi, më tha domethënë gjyshi dhe gjysha mamit, gjithmonë vit për vit Ja vinin te krevati. ke krevati, na varnin rrobat e reja dhe në kur u zgjonim tha, i merrnim, i shifnim, i vishnim dhe i kanë ngel si kështu si adet, fiks adet, po. Edhe këtë gjë na ka mësuar dhe ne dhe unë gjithmonë çunit për Bajram i kam bler nga një veshje të re. Sa adet ishte veshje, jo lodra, dhurata kështu, veshje e re. Këtë gjë kam pas më përpara në fakt, se më përpara kanë qenë njerëzit jo me ekonomi shumë të mirë ose nuk është se kanë pas shumë Ska pas fare dyqane rroba, bleje, dyqane ka si qenë ne. që filloi. Edhe nuk ka qenë shumë gjëja kollajt, bleje rroba të reja të mira e të bukura. Edhe me që na kanë ngel kjo gjë, unë këto 3 vitet që kam çunën, ja kam bledh çunit. Këtë që kjo me çdo ditë. Më thënë dhe unë tani bashkë me te. Nuk është që ka lidhje Bajrami kështu, Po, me që është një ditë e caktuar, e kemi vendosur kështu. Çdo që na ushty prej të mbledh Po, me vila. nga që ne shkum ke vila atë ditë, hangëm drekën dhe pastaj shkum tek vila që keni pa ju vlogun, nuk arritëm dot i blinim. Dhe shkum tek shtëpia e lotrave. Po shtëpia e lotrave me thënë drejtë nuk është se na pëlqeu. Edhe pse kishte ardhur furnizimi i ri, më zhgënjeu si kur më parë, na ka zhgënjur këtë. Te lodrat ishte mirë. Lodra po, kishte goxha të bukura. Rroba ishte më shumë si dimrore. Dimrore nuk është po na hyn më punë tani. Edhe për çunin, për moshën e çunit nuk ka ndonjë gjë. nuk bën, Po, nuk funksionon më ajo. Për gocën e mora 2 badi kështu të vogla për ta ndru, kështu pa buku, po jo ne kështu. Se doja në gjë të ishte pak më speciale. Unë për çunin dhe Kamila për gocën. Kështu e unë i bëra çunit ke bleu. Ne menduam për me shku në Tiranë fakt, po e para po portonim shumë. E dyta goca sikur e kapi një tip alergjie. Se e kishim vesh me një veshje prej leshin, edhe goca ka alergji leshi deri tani. Do thënë leshi më të mirë të mundshëm i kemi marr, po ajo është shumë sensitive për këtë gjë. Don vetëm dhe u mushi pushra dhe nuk kishim motorezi me shku për Tiranë për kështu dhe përfundum tek Waikiki. Po gjithsesi nuk mund ta them më përfundum te Waikiki, se Waikiki ka gjona shumë të bukura. Për çuna i herë. Po, për çuna unë jam kënaq. Dhe ju kam thënë që këto 2-3 vitet e fundit e kanë rregulluar shumë cilësinë e produkteve e rrobave që kanë. Se më parë kanë qenë nuk tash se them do troç, po kanë qenë gjona të gradës fundit. Apo e thash troç? Jo. E thash troç? Jo. Po e kanë rregulluar shumë dorën dhe kanë marrë vesh që kanë marrë komplet menaxher të ri. Dhe kanë fut produkt dhe cilësi komplet të re. Po që rromuja është më me. Po është rromuj, po, është rromuj. Nëse që u çuda mame, tash do filloj mame. Po. Edhe thash që se di që ti do afrosh ai kumbull tash mame. Do afrosh ai kumbull. Po pse si marrë këtë gjëra? Tash i filluam. Shive. Eri baby Bjorni. Edhe tash motra ju kanë ndarë menja që do më na çon Kosovë me bler rroba. Edhe tani nuk kemi bler shumë se do shkojmë blem atje se do Kosova i ka çik më të mira se tona. Po inshallah po na rregullohet kjo koha tash. Tash. E bëjmë udhimin e parë me goshën, po me tezën me vete. Po, se pa tezë nuk shkohet. Gjithmonë. Tash, unë do t'ju tregoj çfarë i bleva unë gocës. I bleva kët limonin e vogël, kët fustanin e bukur, që sa e pash tash mishi do ja marr, po me këtë i ka vdek nona mobelit, se me këtë goca do bëj foto të 2 muaj. Dhe kisi foto të bëjë. Dhe e mendova, thash, me që kjo është ngjyrë limoni dhe është shumë e freskët dhe i bjen se goca bën 2 muaj me 17 prill. Edhe i bjen që do ngrohet pa koha e kështu. Nuk e di, i bjen periudha e çeljes limonave se s'marr vesh. Do të na pyet vjerën e mos po lej nam tash, po nejse. Tani setin e fotove për 2 mujor mund t'ja bëjmë ose me limona, me që kjo është ngjyrë limoni, ja mora edhe çorapet ngjyrë limoni. Ky është set në fakt, po unë mora më shumë për këtë të verdhën. Thash o ta bëj me limona ose me që i bjen dhe kjo periudha e pashkve, sado që ne nuk e festojmë, po na pëlqen shumë si fest, ka gjëra shumë të bukura. Ne festojmë çfarë dali. Edhe mund ta bëjmë edhe me ato vezët e pashkve, me zogjt vigjël, të shohim. Do të thënë kjo është ideja. Edhe çfarë do gjejmë më të bukura për ta bërë atë dyshim. Po. Me thënë drejtën e Zotit, unë nuk është që jam kaq e fiksuar me ato nisha, dysha. Nishin po jam unë dhe nuk më intereson. Po kemi tezën këtu që është shefi. Përveç këtyre i mora gocës dhe 2 nga këto gushoret që për zotin janë nga më të bukurat që kam pa. Se përveç se janë të mira, të bukura kanë dhe këtë tantellën që mund t'ia vesh dhe me fustane. Për shembull, kjo shkon shumë me këtë fustanin.
Me Shife? thy pak Po. atë. Dhe të e di çfarë, nusës. këto nuk ishin vetëm gushore, këto i vjedhë te koka. Si Shife? pas majtu në vogël. I vjedhë gushore te koka si kapuç, kështu si shall koke dhe ishte Dy shumë copë shumë janë bukur. këto? Po, 2 copë. Këto i mora unë gocës. Në qaj mora unë qunet. Që ta dini ju, ne gjithmonë na kam pasan që Kamila do jetë mam gocash, edhe Kis do jetë mam qunash. Po. Po që Na doli e kundërta. Po. Po unë vdes me vesh qunin, marroj që kur ka linda ai, marroj me kombinu rrobat e tij. Po. Se ke kosa duket pak se i kanë më gati, kupton me i fustani, pa çarape, i kordele. Po, Çuni ke do pak më ke shumë çun do të më mundu pak, është Duhet vërtet. të pak artist. Është vërtet. Unë mora të qinset. Se ky Gjithse që janë në pamje dhe në formë si tut, tuta, ka dhe këto po. lidhset këtu. Afroja pak më të që duket materiali. Edhe na falni shumë që s'kemi dritë. Kemi dritë, po nuk e nezim dot se kemi gocën këtu në gjithë dhe i bjen drita. Në sy, në çaj. Ja dhe mrapa pasia, si çuna është mëdhenj. Dhe këte bluza. Domethënë, këto i kombinoj me këtë bluzën. Shikoj çallë portokallie bukur është. Sa i ngjan tezes vetë dhe i shkon ke portokallia kështu. E ndezur, po na vjen edhe vera. Dhe unë i mora dhe një par sandale. Unë në fakt po kërkoj një model tjetër sandalesh për çunin. Po s'po i gjejmë Mora dot. sa për kombinim. Me që shkonin. I mora edhe këto. Shi sa shkojnë. Për zotin. Këto tani që nuk është ngrof koha tamam, i vesh me çrape poshtë, po Dhe- përpiqesh atë gjesha pa çrape si ke portokallia apo s'po Po gjesha. s'po gjenim. Dhe mos harro detajin. Detajin e këtyre. Dinozaur. Mirë që shkonin me këto, po kishin e dinozaur, fiksimi Odit. Një nga fiksimet, ë, se Dhe- Odi ka 3 fiksime për momentin. Rrugës aty, doli këmi shumë e bukur. Po, për veten e vet. Unë për vetën time, me thënë drejt në Zotit, s'është që para gjejnë e gjatë aty, po unë vdes për këmishat Siç po duket. të bardha, me çfarë se kombinoj, sidomos tani me pompat edhe me gjërat që kanë fiksim të gjërat në kops. Po, pompën e gjirit. Shpjegom ato se ka pomp lavazhi, ka Po e pomp din tjerë se sa kam blinë të kosto na pomp djegje. karburanti. Kjo ishte kështu, e mora të madhe vet, XL-ja, 2XL-ja, se di ç'a ishte. Shumë e bukur ishte. Kishte këto që ndisje tu e mora më shumë për plazh. Se veshlova banet poshtë te masi fustan, Tu menu Që mos qy me- tash për plazhin edhe. po tash ele plazhin, ele vera. Do bim nga ca kile. Me thanë drejtë mos e kam bërë fare peshorës. Herën e fundit që jam peshu ka qenë 5 ditë më duket para se me lind. Dhe kam qenë 78 kg. Dhe nuk më mban që të hypi prapë. Mos të tregojmë shumë detaje lindjesh Po. edhe kështu, se do bëjmë një vlog kastile për t'ju tregu historitë e lindjes të Kesit dhe time. Domethënë të dyja historitë e lindjes dhe i mbledhim në një vlog dhe do ja u tregojmë se kam pas shumë kërkesa dhe shumë komente Që për të këtë gjë. them drejtën, kujtohet vetja ime kur isha shtatzan dhe po afrontej momenti që do lindja dhe vetëm kërkoja njerëz që tregonin eksperiencat e veta dhe po e bëj për çdo gocë që ta lexoj, Po, ta po, qetësohet, të po. qetësoj trunin e vet, domethënë për mua është për mirë, po Po, po. ka lloj eksperiencash. Kemi edhe një pako tjetër. Se keni djekes më duket? Po, Gjematike. keni Matika më në Mastika ne po çem gocën. këto më në këto, për një video. Se ka ajo format si ringo, ka mirë. Po. Që unë si inteligjente që jam, mora Kybexin qa është ajo karroca, që e kishte datë të tunmen, po unë ja thash dajës burrit që e mojnë në kishë 2 mate, dhe merri pate, e rrityrovat me jakti Tash e kemi porosit një tundës, një shekit të veç, domethënë. Se do që Kamila është kundra kësaj, po unë e mora. Jo, shive, që t'jemi të qartë. Unë jam kundra se unë kam pa një model, ndoshta nuk është ky modeli, kam pa një gocë, kam qenë në plazh para një 2 vjetësh, e kishte vënë karrocës bebit vet dhe kishte një të tunme që unë që po e shita po mvite për të vjedhur. Jo ai karamani që ishte në karrocë, nuk e di ç'a mund të ndjente ai shkreti, kishte këtu me kështu. U tunte karamani gjithkohës kështu, e nuk është normale, nuk duhet lëvizaj shumë fëmija. Tash ti inshallah kjo nuk është ashtu se po që ashtu të ka shku dam, se nuk boni as lirë, sa boni kjo 60? 64. 64.000 lekë, nuk Bashkë është postë 67. nuk është, domethënë deri gati 70.000 lekë ka shku ky produkt i marrë në shtëpi, kështu që nuk është pak, thjesht për me tund. Unë ja pash Karrocën. një qeshës ton, edhe ma sugjeroj. Është okej, po e marr. Se kemi ha fare që dje. Pas ka këto manualet e gjonat e veta. E mora xez, Jo, duket që nuk sheka thjesht, sheka formati për shtatet formatit tim. Shikoni deri sa gjë e vogël është. Është as sa dora ime, jo. Dora ime është akoma më e madhe se kjo. Po
këto kanë një fuqi goxha të madhe tundse. Unë nuk e di si funksionon kjo motra, si vehet. Po nejse. Kjo është ideja, që kjo futet tek karroca, Kapet aty të ajo ku shtyn. po, kapet ke ajo pjesa që ti shtyn dhe e tun karrocën. Ta shohim se e sa do jetë e mirë. Dhe për ku ti futet kjo Se santa. për ndryshe unë nuk e lejoj kisin që Se e bukur që ka kjo. Ta përdori tuni për një kështu, në ai parakletën, ai gjë për me në i vend. tani do ju tregojmë dhe disa çfarë? Ky fustani që marrë ke ajo që i ka shumë masa të ndaj. Ky është pak i madh, do ta ngushtoj. Ne kemi bën namin, po 2-3 ditë me pako, po na ka thënë që kanë ardhur dhuata. Ta hapim këtë. Kjo ishte duket e jam duke filmat. Po të çoj shumë deli. Se po nuk ka ardhur vera, nuk e di bëj. Po, shumë djeli gjithë. Si shka me fustani këtu e kam porosit ka 10 ditë, se ka nga Anglia. Po pëlqeu shumë modeli. Nice. Ke ma pak të madhe më. Kjo ishte masa me vogël. Do ta ngushtoj. Ka këto kështu Sa ngjyrë e bukur, ë. Është e madhe, Është e madhe, goxha. Po Kjo vika mua më pra është. kem ke Kjo që ka për motrën duke. lagjes. Ua, kjo që ka për E motrën. çfarë mund të bëjmë kësaj? Mund të shojë që mund t'i bojmë kësaj të Jo, herë. nuk se vjen që mos e fut ka. Ua, si s'vika më kjo? Jo. Kjo që ka për motrën. Jo. Mirë. Proviraj. E provira unë. Unë do ta fus tela mren. Do ta modifikoj domethënë, ti që ka shumë material i mirë dhe sa për bukur. Tani se nuk dum shumë zjatemi se e dim që bezdisen ju domethënë, qofse ne zjatemi shumë. Tregojmë çik dhe ato motra që ke marrë nga Temuja, Po. se kesit dje par dje erën dhe sa gjona nga Temuja, Një gjysmë aty lasha nga shtëpia, këto më ngelëm këtu, po. se duket që e kemi shkly qesën. Do duket që ka pas dhja të mëdha, po ka ngelëm vogla. Si një jetë. Tani kjo, U bë ca kohë, fakt. ta tregojmë historinë. Këto janë kështu ngjitse, dekoruese për kartën e bankës. Dhe jo vetëm dekoruese, se mulojnë edhe ato. Edhe mbrojtëse, po, edhe mbrojtëse. Kjo i kishte, herën e kalume i kishte me Hello Kitty-n. Nuk e dija patëm tregu, do e kemi tregu. Më duket se po. Që mua më ka lekë këtërisje. Po, Pastaj i mora me... që e kam akoma aty. Nuk e di me çaj mora. Me xixha, nuk e di se çfarë ishte. Ajo ma shpifi, e shpiva deri sa e mora. edhe mori mora këtë. me dollar. Me dollar roz. Dhe cover telefoni me këto, po s'ka ardha akoma. Po, si ishte puna. Kesi atë që kishte me Hello Kitty-n i kishte shumë të mirë dhe i pëlqente. Edhe ishte periudha që unë si kisha hap kartën time të bankës. Se unë nuk jam tip që më pëlqen shumë të paguaj të merrem me kartë. Ndoshta do më hyjë mua në gjak siç e ka hyrë gjithëve, po deri tash kam shumë qef të kem ato legët në dorë, të kem çantë, të kem portofol, të paguaj të bëj. Që kur ke nevojë për një gjë me kartë, olo me që kartën, nuk ke. Pastaj kes, po, edhe e rras tyne unë. Edhe nuk e di se për çfarë kërkova kësaj Krate për kartën e- memorien, çasha. për memorien në telefon kur kam pas iPhone-in kur kisha Tjetër. 15-ën. Edhe Jo 15, edhe 1000. Se 15 nga tani. jo 16 kjo, 15 ka mundë. 15 ke ti, kjo është Çka do 16. të thosh? Po del 17. Jemi Kur pak 7. kisha 15 nuk kisha nuk kisha memorie dhe e kërkova kësaj kodin e kartës. Mora kodin unë, e slazho pa ble. Bleva hapësirë. Bleva një 2-3 programe editimi, muzika, gjonash. E nuk e di që më kanë dalë gjona tjera që po na merr vllai me kamera, po jam t'ja heq kesa se na hikën ajo, po se na ikën mendimi. Po. Edhe Po se nuk e stopon zanin ti? nuk e stopon zani. Edhe nuk lash gjo pa ble me thënë drejtën e Zotit. Po thash, po i blej herë i muj, edhe pse s'do blej mo. Po harroj bosi që ja paguaj çdo muaj. Harrova unë përgjithësi kisha bë kështu që sa një herë vit edhe u me- fuste muj tjetër, të merreshin lekët ato. Kjo është Po jo shkreta. pak, po për zotin, pa rena diku te $50 çdo muaj. Dhe mu vini 1-2 nga Mesazhe gjona kështu. Derisa kjo u bezdise shkreta, tha ndroj komplet, çandrove ti kartën, numrin, po, kartën. Po, E, se u gjithë mbylla kjo ajo. muhabet dori për më tregu arsye sepse mori prap kesi këto trejat. Po që kush e përdor shumë kartën si unë, ja sugjeroj. Sugjerohet, po. Ka marrë dhe një budallik, ka marrë një panter, shumë e bukur kjo. një panter duke me zemra, është kjo panter me panter me zemra, Shkryq. që po shkryqet, e ka marrë për ke makina, dhe Po, ngjisi për ke t'ja vante makina. xhami mbrapa. Kjo që ka le për fund.
Ka marrë këto hair stick. Biles më hapi çik ta shoh, e bojmë këtë? Janë këto ngjitset e Ja, flokëve ta testojmë këtu live. që dalin këto antenat, ke parasysh? Ja, kështu një Antenat e kesit. Dhe Dhe këto në fakt i lavdrojnë shumë. Tash ta shohim edhe. A dhe shofim? një set që kishte ekranin e vet, kishte gjitha pas ka ardhur akoma. Kjo ka ardhur përpara se këtë gjitha në fillim pse më doli dhe ja thash po e marr këtë. Si hapi kjo më javë? Nëra se herë mirë paska. Provoj e herë. Ta shoh në do funksionoj kjo. Te e shumë të ty? Au. Funksionoj ka, ha? Au. Jo, por ti ngreka, po qojmë sa do maj. Ngreka. Se këta me fije gjata, kjo janë për to baby hair. Po, Duke se shpëtove kësë? inshallah zot. Lëshojnë kështu si të bardha se kuptoj. Lëshon po ikan, në momenti që i mshon pak ikan. Herën shumë të mirë. Çfarë e paska? Shumë të mirë. Që ka E mikë. di pse këto duhen për çantë, se ne gosat që i kapin flokët kështu si unë, i bëjnë shtëpi dhe është perfekt deri si zojnë ti. Po, kur del pastaj, Tarin prap antenat. Se kërkojnë për sinjal antenat. Tashi, e fundit, mbërsira është një blerje për goshën. Janë këto papuçet, O mami, gosha është gati me çaj, do ta marrësh? papuçet me flutra. Po. Po, mami Kamila. Mami, pyet se s'kemi hap xhambos. U ty të rast plasja. Papuçet e gosës me flutra dhe me kështu. Me kështu që mos më rëshkit. E kanë fut kop to mos më rëshkit, se ajo është e vogël, nuk është se do heci. Ku di ti? Po, Ku di ti? mund të heci e pak kohë, se gosat çu janë. Këto ishin blerjet e kesit nga te muja. Tash do të fillojmë me xhambon, se dje ishim ke xhambo. Dhe ke xhambo shkum si gjithmonë kop. Po. Sa me pa, Se mos një shkëna e plotë të xhambën e bëj det qarta. që ta kuptoni ju pse shkojmë kaq shpesh ke xhambon. Ne kemi marrë shumë rehat me atë parkimin Kush poshtë, se kush është nga Durrësi e din, parkimin poshtë e Blustari, marrim ashesorin, shkojmë sipër te xhambo, Marrim blejmë gjona, karrocë. futohemi, marrim gjona për shtëpi, mami për shtëpi, kesin ai tek këtu kështu, në i lodër për çunin që të futohet. Pastaj fusim te shtëpia Po. lodra. Dhe kemi një kafe shumë të mirë poshtë pastaj. Pra ne shkojmë aq shpesh aty. U biri. Tashi. Me ti trego pagon tate, unë pagon tina. Besoj se në vani shoh jam shumë tip kështu banjave shtëpi. Kotë shkoj pas tyne. Ai po vi çfarë të shkëta? Çfarë bëj? Bëj gjë. Tashi, që ta e qafe gjone madhe në fillim unë. Po, Ti të tregoj. shtypë, si gjerë. Se ju di, ma ka 150 kg kjo e. Ka mundësi mami? Ka mundsi, sa. Ka mundësi kjo ma e Nuk manë e di, mami. jo, Shife, nuk e shife. di. O mami, seriozisht, pa e hyp atë në tavolinë. Tavolin baby bjonin. Tash ju e dini, ju kam thënë që këtë periudhë do merrem me rregullimin, me sistemimin dhe me dekoret të E balkonit. Dhe Të bëdje vera. aty ka marrë një ashun, një Ta se thea shurë, të si e ka emrin? tavolinë. Banat. Karrige. Ka marrë shumë të madhe dhe kam kuptuar që aty duhen stola. Do marrë një dy stola, thashta provoj se mos nuk është gjok kjo. Këto është ato që hapen edhe kur do ti mbyllësh shive sa pak vend zin. Ma ke që ka mirë të për rolotin. Thash po marr një, nëse pëlqen do marr dhe i tjetër. Ta fusë shumë. Por kjo botë ke o 10 o 12.000 lekë më duket. Unë ka marrë. Dhe ka rigja, unë ka marrë nga këto letrat. Se qas fus panelijat e gozës që i ndajt çanta, fus ato gjëra. Po janë shumë të I mira. mora medium se tash as e madhe as e vogël e mesme. Tash unë më thash që ne se festojmë festën e Pashkve, po Po dhe festojmë. Po, edhe më pëlqen dhe do ta normale që do ta zbukuroj shtëpinë me gjonat e Pashkve dhe mora këtë si ti vuqete kështu me këtë leckën si kashte. Me duhet me ne të tunën. Jo, mami. Lëviz vetë. Lëviz vet karamani, tu lëviz karamani tunët ajo. Kur Vetë, ajo mos e mëso të e tun. kur ajo s'ka Terezi e lëviz ajo se do me çajta. Kështu dhe ajo lëviz pastaj. Shi sa e bukur është edhe si tuf me lule, ka dhe vezët mren, ka dhe kashtën, ka dhe vende e vi nuk e di se ku, po me i vende e vegi shtëpia. Unë kam marrë prapë sa kështu, se rrobat vetëm po i shtohen, edhe na duhen prapë varste. Mora edhe ato të bardha atun që ishin vetëm plastik, po ato s'm pëlqyn. Unë të bardha i du në fakt, po ishin të bardha plastik o kështu me ngjyra heku. Unë mora një ato lugët e moja fare, se nga që jam tip që bëj lasagna, bëj tava, bëj gjona, që si bëj?
Edhe zakonisht I kap me ato që janë si lopata, po s'm duket shumë estetike ajo. Mora nga këto lugët e mëdha ti kap kështu. Unë mora një tjetër kështu si kjo, se E di nëto se e kam treguar dhe unë, po. Se govata që më kishte bërë motra ime, kishte kështu që e hidhshe, po hidhte Shumë. me presion. Mos e sa plak e themi neve nga Shqipëria mesme. Çfarë më prishme? Jo më të thjesht që doni çik stil si me Evan. Ja. E nxjerr dhe kështu po deshe, e nxjerr dhe në formë Tani që shiu është se e e kam vogël, treguar aty ne. Tani që është e vogël e do kështu ajo, se tremet. Për një herë. Mora një kaktus për gëlloma çunit. Po, do t'i vej këto. Plastik, duket si Do t'i çik. vej për çfarë moram te? Lapsa. Për lapsa, për tusha, për gjona, për kështu. Dhe shkon me dhomën e çunit dhe është pak kështu si gjove verore kjo. Unë kam marrë Po. ca nga këto aromat. Pas ke marrë goxha aroma. Kam fiksimin këto. Kjo I herë me pudër. Është fantastike Është për shumë e do. mirë dhe e lehtë. Edhe kjo është shumë e mirë që kam përdorur edhe herë tjetër. Këto I mora kot, nuk e di Ti provojmë. Mora një libër për çunin, se tani kam vendosur që përveç sa herë shkoj atje që I blej nga një makinë, I lodër në gjë, do t'i marr dhe libra se kam qef t'i lexoj pralla natën. Se tani është rrit, kupton pak, jo 100%, dhe ishte një ç'është ky Jakomini dhe fasulja magjike, nuk e di. Po, e ka pas bërë dhe me atë Mickey Mouse-in. Kam pas bërë një histori me të fasulën magjike. Edhe thash po e nis me këtë Jakominin. Ej, po, si këto ka pas edhe në koton. Po koton ato se ne jemi 80 vjeç apo motra. Ja, këto me gomarin, Po, me... O, zotë të bukur kanë qenë këto. Unë kam marrë dhe tha punja vesh. Kupton që unë kam marrë kotë. Unë kam hes dhe merë. Nëse desha me marrë me gjë. Pa këto, se kishin ban gjona vere, goxha, për plazhe, për kështu. Pa çuni këto, mami ylli, tha mami ylli, edhe ja mora. Është set me 3 Pa I se ka Me pas tre mami lojra ylli, gja ma ylli, tha ma ylli. o ma yll, po. Ma ylli, Desha unë. ma shpirt. Nëse unë I mora yllin. Unë kam marrë prapa arom. I kam marrë me Gouda këto. Bëjmë një shumë shide. Më s'është për makinë kjo? Kjo tjetër makinë që vetë aty në mes. Jo, me ca ndritur e kam marrë një herë te banjo vogël këtë e koto që se. Ngjan dhe bukur. Mora prapë si kjo, e treta që kam marrë se për balkonin pra, për balkonin. Balkoni pra. Unë kam marrë prapa arom. Ua, e kam marrë unë si kjo. E mori Kamila dhe thashë ke marrë këtë jo tha. E mirë thash, pa marrë. Kishte kështu pysh, era oqan. Ua, nxorri. Mirë. Asa e mirë. Era ver. Gosha? Era ver Gjithmonë I kam pas që era ver stin. Po saktoje pra. Gjithmonë I kam pas qef këto që varen kështu. Pas jes kanë pas pëlqyer ato ke Jumbo. Po ke ishte fantastike, ishte produkt I ri, e ka këtë vazo kështu si keramik dhe luren shumë origjinale. Nuk e di se ku do ta vej, po kudo që ta vej ju do e merri vesh, do e kuptoni. Po sa prap një arom. Bua, ke sa aroma pas kam Pasem një lim, ti e qafe se kam shumë vogla. Një lim. Kam një gëshër se du të prej një fije, një gjë budallik në shtëpi dhe marr atë gëshanën që është Fodora. Ta thash për marrë ta kem aty. Se kam edhe ca që I kam me një set, po I kam nuk e di ku I kam. Një peshqir kështu të vogël edhe ca nga këto. Kaq kam marrë. Kaq kam marrë tjesë. Tashi, unë për dekorin e pashkve, mora dhe këto 2 vezët, që janë dhe vezë, për janë dhe qiri. Mora një tigan të vogël fare për vezë, se ka rasti e bëj vetëm një vezë lojt për shumë mjes, dhe të ruan dhe gjetë tiganin për një vezë. Tash marrë këtë edhe pita mamë, tash mamë, bon kjo për një vezë? Ky tigani vetëm për vezë është, vetëm për një vezë është, që normale që bon. Edhe e mora. Mora këtë koshin për ke makina, që t'jedhim në I çumçakis që hajmë në I letër, në I budalli. Vejet këtu ka ato brymzat, edhe I hell tu. Unë kisha dhe temi, që marrë të qunin. Një kështu, që na kam pas të ngjit te shkollat e Dora ose te balli ku bëshim detyrat mirë. Pulla, si Në kohën e ju, në kohën time s'ka qenë kjo gjë. Me vërtet? Ku ti më ka qenë? A mami? Këto pullat që na ngjitshin këto në ballë ose në dorë, zyshat. Zyshat, vulat. Po s'ka qenë kot Kamilës? Kot time ka Jo, qenë? unë s'ka marrë me vula në shtëpi. O, nuk hap dot. Nëse, unë mora një nga kjo, për pashkë do ta vej tek dera. Para se Ka të... dërzie ka kjo. Në pëlqej është e bukur. Shë Valentina, Pashka.
Mora këtë flutrën e bukur për ke Perdja? perdja, ka një ngjyrë shumë bukur. Vetëm një mora, se nuk du ta ngarkoj. Aromë për makinën. Sa provoj këtë lloj Gjithmonë blem kështu edhe nuk e di të idej. Përfundon asnjëherë në makinë to. Mora këtë pakon e kashtës që është kështu, kjo kutia më saktë, që është kështu me ka pakon e vet. Do ta vej te balkoni dhe mund vej ato paketat ose çakmaqet e lojës, se kam bezdi që mi lën kështu anikni. Edhe fusën mena dhe Po në gjam. balkon të lagët nuk Gjam, prishet. vogël të laget, nuk prish punë. Po prishet ajo po lagët. Le të prishet. Këte e mora për muan, për qenin. Hajde mua merre ti te mora pref se lapsa është për buzët, se kam një 500 lapsa që si përdor vetëm se si kam pref. Aromatizuesi që ishte si i kesit. Kesi ishte mas të ty, thashë ti e mora. Morëm nga këto që lidh gjonat. Si pëlqeu çuni. I pëlqeu çuni. Ne ka heq çunin qesën. Këto ishin gjitha. Ta hap te. E kam marrë me një arush me zemër. Marut? Ja te provojmë kesit. Marut? Jo, të lutem, jo. Jo pse më ke balli kësaj të Jo. vesh. Jo. Ja ta bëjmë ke dora. Se më futu, po Jo për zotin ja nuk ta fusësh. Shumë bukur. Ai ta bëj dhe një unë. Bravo, grupa. Shumë bukur. Do të një mami. Ta futi turive? Ta kërcita në një. Tashi, këto ishin. Ne po ikim se kemi bo namin këtu. Kamila, ora 5:22. Pa. Në 5:25. 3 minuta. Kemi 3 minuta akoma rrugë do të gjorë. Kështu që Unë ikëm. tablet. Ikëm, ndodheti bravo. Hajde, baj. Ikëm, mirëpafshim, shifemi më mrapa. Se e more që e more këtë. Që thoni, motra ime më tha që merr njërin o tjetrën, më tha, ku isha 7 vjet. Thash, o baby Bjornin, o atë relaxing for moms. Unë zgjodha atë me që ishte si më praktike. Me që ishte si më praktike. Po unë e dija që e dija thellë që dhe këtë dhe e merje. Vazhdoj kam la po wow, kjo si po duhet dhe kjo si po nuk ishte kjo që më tha. I rash pishmanit edhe unë do me thëmë. Duhet edhe këtë se ne do një të shtëpia Durrës, një të shtëpia në plazh, një të shtëpia në Vlorë, një të shtëpia në Shozet. Pa. Ka po puna. O i që duhet ashu. Kjo duhet ndërtu. Kaj qik pum duket kjo. Ne nxjerrim këto, kaq pjesë paska, këtë edhe këtë leckë. E njofim baby Bjorn, e njofim kush është mam. Paska E edhe njeh. ca libra manuali, por s'është se këtë edhe manual kjo përdor. Ne po mundohemi ta Shumë besoj tjetër. ndërtojmë dhe ja u tregojmë prapë. E pas ke marrë rosi për fundim t'i kes? Po mirë, po në qofë se Jo, bëj qunun ose bon qun ti, do blem tjetër? To ti që sa kemi përdor çuni tash. Që i kemi lënë atje në garazh. Që s'pasa që të vështikëm ja, po s'ka kjo kështu. Apo. Du të më vendos shumë precizo kjo. Mi që dori kjo dora ime këte e kam djetu bo vezët e lorit për mëgjes. Doja më u bo nuse e miru, me i bo vezë, Do gatush. me i skuq vezë dhe shisi u bonë. Sa për gatu je mirë ti. Pa.
të bëj ëmbëlsirën që mund të kem bërë më shpesh në jetën time, se Lori e ka shumë qef dhe mund të ketë një 2 javë që ma kërkon ta bëj. Dhe unë e kam shtyr derisa sot tash boja Kamila erdha në shtëpi, çunë e kam lënë te mami dhe do filloj me nxjerr ato që më duhen për me bërë tiramisun. Këtu kam nxjerr vezët, do marr biskotat, mascarponen dhe ku janë ato biskotat, kush i kap tash? Normale që me karrike do t'i kap. Po, puna është që tiramisu nuk kam qef ta bëj shpesh, se është mos them më e preferuar dhe imja dhe është një ëmbëlsirë që unë nuk e rezistoj dot. Gjitha i rezistoj, tiramisun jo. Dhe prandaj mundohem ta bëj sa më rrallë, po nuk kam ku shkoj, duhet ta bëj. Besoj se gjithë e dini se si bëhet tiramisuja, nuk besoj se ka njerëz që se din, po unë pak a shumë do ju tregoj. Si fillim na duhen 2 tasa të mëdhenj për përgatitjen e kremit. Duhen këto biskotat që janë kastile për tiramisu, mascarponia. Unë marr gjithmonë këtë version mascarpones, e marr te Konadi dhe është gjysmë kile, sepse kaq na duhet, dhe 7 vezë. Duhen dhe 7 lugë sheqer, se kështu e ka kjo 7 në 7. Të paktën kështu e bëj unë. Tani unë do bëj një diçka. Domethënë na duhet kakao, që kaq pak më ka ngel, po sa për plurin që do hedh sipër më del. Dhe kam qef që këtë herë shtresën e biskotave ta lyj me kafe, jo me kakao. Se tamam me kafe duhet. Këto janë pak a shumë ingredientët që na duhen dhe fillojmë.